Përshëndetje, gjithë mirë se erdhët. Atëherë, retrograda e Jupiterit filloi në datën 10 nëntor, filloi në shenjën e Gaforës dhe do të mbaroj përsëri, për fat të mirë, në shenjën e Gaforës. Do të mbaroj në datën 12 mars të vitit 2026. Do të kthehet mbrapa afërsisht 10 gradë. Kjo do të thotë, domethënë që ka një udhëtim shumë të gjatë mbrapsht. Dhe si që vineri ka dhe një periudhë vërtet shumë të gjatë. Si rrjedhoj, duke qenë se është tek shenja e Gaforës, shenja që do të indikohet më tepër është automatikisht shenja e Gaforës. Përveç kësaj, shenjat e tjerë që do të indikohen në mënyrë vërtet rrënjësore përsëri janë shenja e Dashit, e Peshores dhe ajo e Bricjapit. Duke qenë se Jupiteri është një planet benefik, ka ndikime pozitive, dhe mbi të gjitha ndihet mirë tek shenja e Gaforës, kjo do të thotë që pavarësisht se është në retrograd, ndikimet do të ndijnë më të zbutura. Në përgjithësi do të preken temat familjare, sepse shenja e Gaforës do të thotë edhe temat familjare, por jo vetëm kaq, do të preken edhe strukturat e udhëheqjes. Në të njëjtën kohë do të preket edhe ndjesia jonë e familjaritetit, po ashtu edhe e kolektivit. Duke qenë se shenja e Gaforës përmban në veten e saj edhe kolektivin. Do të kemi rikthimin e Jupiterit në datën 12 mars, do të rikthehet tek ylli Sirius, i cili është në gradën 15 të shenjës së Gaforës. Ky është një ndikim shumë i fuqishëm, sepse Siriusi është sistemi, Zoti, ose më themi mesazhet që ne marrim nga Zoti vijnë që aty, nga ajo pikë domethënë e universit. Prandaj dhe është shumë e rëndësishëm. Përderisa, sepse mësuesi im astrologjisë thoshte gjithmonë këtë se gjë, po ndodh, po pse po ndodh? Mirë mbrëma. Përderisa po rikthehet Jupiteri, i cili është një ndër drejtuesit më të rëndësishëm të sistemit tonë diellor, dhe si rrjedhoi një ndër drejtuesit më të rëndësishëm të sistemit tonë tek ne si individ, kjo do të thotë që edhe sistemi pas ka shumë gjëra për të na thënë dhe për të na rikujtuar. Duke qenë se këto tematika kanë të bëjnë, siç e përmenda pak përpara, me ndjenjen e familjaritetit, po ashtu edhe me kolektivin, e njëjta gjë është e vlefshme edhe me familjen vet, do të thotë se në këtë rast do të na rikujtohen pikërisht këto tema dhe do të na duhet ne që të rindërtojmë këto aty ku kemi çaluar deri në këto momente, ose në disa raste ato që kanë qenë toksike e të tjerë. Kjo hënë re që do të jetë ditën e njëjtë do të prek shumë këtë sistem, sidomos ata që janë të vendosur që jetojnë brenda trojeve të Shqipërisë, sepse do të kemi të njëjtin Jupiter të vendosur mbi Saturnin dhe Marsin e Shqipërisë, e hartës së Shqipërisë. Për këtë arsye, ana jonë mashkullore, meshkujt, po jo thjesht aq, domethënë, dhe ana jonë aktive, mënyra se si i bëjmë gjërat, marrëveshjet që bëjmë, sidomos ato midis shteteve, do të preken në mënyrë të dukshme. Nga ana tjetër do të preket shumë edhe mirëqenia, në mënyrë pozitive mund të preket edhe sporti, edhe aktivizimi jonë që kemi në përgjithësi. Këto janë ndikimet që do të vëmë brenda Shqipërisë. Do të kemi rikrijimin e strukture të re, në baza e kësaj do të jenë ana femërore, e cila ka një periudhë të gjatë faktikisht, po mundohet që të dalë në skenë. Nuk mund të them që do të jetë më njerëzshme, po janë hapat e para. Ky vit ka qenë ndër hapat e para, si fillim kuptojmë se ku ne kemi çaluar, se ku jemi të disbalancuar, dhe kjo hënë e re do të shëroj ana mashkullore në këtë kuptim, ai çfarë themi gjithmonë që maskuliniteti toksike të tjerë. Këto janë tema që mund të dalin pak më tepër në sipërfaqe, jo vetëm tani, sepse nuk shërohet asnjë gjë më herë, por do të vazhdojë që të dalin në sipërfaqe. Jupiteri, rikthimi i tij tek e njëjta zonë, për ne do të thotë pikërisht këtë që do të na duhet që të kuptojmë mirë se ne ku kemi çaluar si shoqëri dhe ta rregullojmë atë. Ka një efekt shumë shërues në këtë moment vendosja e Jupiterit, shërim edhe në anën fizike, por më tepër në anën sociale dhe psikologjike. Jupiteri është planeti që ne na mbron. Edhe në astrologji është planeti që ne na mbron dhe na jep fat.
Në sistemin tonë diellor na mbron sepse ka një forcë gravitacionale vërtet shumë të madhe dhe tërheq drejt vetes së tij të gjithë asteroidët që mundojnë që të futen në sistemin tonë diellor, pra mbron tokën nga përplasjet e asteroidëve, si rrjedhojnë na mbron, na mban gjallë domethënë. E njëjta gjë është edhe në hartën nga ana astrologjike. Ne na mbron vërtet nga problemet që mund të përballemi. Të gjithë kemi një Jupiter në hartën tonë, vendosja e tij përcakton se sa me fat jemi dhe se sa dim ta përdorim atë dhe se sa mbrojtje kemi, por të gjithë e kemi, domethënë pak apo shumë e kemi të gjithë. Okej. Tani, po i them shkurtimisht të gjitha shenjat se si do të ndikohen. Dhe pas kësaj do të marrë edhe pyetjet në qoftë se keni. Atëherë dashje nga retrograda e Jupiterit ndikohet në mënyrë të fuqishme tek marrëdhëniet me familjarët e tij. Mund të thotë edhe krijimin e familjes, por shenja e dashjes është një ndikim shumë më pozitiv në të vërtetë. Efekti shërorës si përmenda pak më parë është një nga shenjat që do ndiej edhe më tepër, sidomos në çështjet familjare. Persona të cilës në mos femrat e shenjës së dashjes, të cilët kanë pasur probleme për të bërë me fëmijë, kjo është një temë që do të shërohet. Vërtet do të shërohet, domethënë. Me shumë mundësi do të kemi, domethënë do të jenë efektive edhe IVF e të tjerë. Dhe krijimin e marrëdhënieve shumë më të shëndetshme. Duke qenë se do të kemi stabilizim shumë më të madh brenda shtëpisë dhe familjes, kjo do të thotë që ata vetë do të kenë më tepër mundësi që të jenë të suksesshëm. Për shenjën e dashit, në këto momente do t'ju këshilloja që të marrin parasysh deri në datën 12 mars të vitit 2026, do t'ju këshilloja që të marrin parasysh të gjitha temat që dalin në sipërfaqe ose kanë të bëjnë vetë me ata personalisht. Në qoftë se e ndjeni të nevojshme që të ndahen nga familja e tyre, kjo është një moment vërtet ideal sepse mund të krijojnë familjen e tyre, si rrjedhoj mund edhe të kemi martesa. Është, domethënë, ndikimi në këtë rast vjen me sfida. Kemi sfidën në fillim, përballemi me problem, kemi edhe mundësi që ta zgjidhim. Temat të cilat do përballemi, e thash, është familja, shtëpia e të tjerë. Një mbrëmë. Në kohë që për shenjën e Demit, shenja e Demit ndikohet disi më pozitive edhe se shenja e Dashit. Kjo sepse shenja e Demit ka një këmbë pozitiv me shenjën e Gaforës, kuptohen mirë, dhe në këtë rast do të kemi një stabilizim të dukshëm të gjitha marrëdhënieve që kanë merret në ti të ngushtë. Nëse kemi pasur probleme dhe një vetë vlerësim pak të ulët, sidomos në lidhje me edukimin, po ashtu dhe mënyrën e komunikimit, ndoshta nuk kemi detyrë si të flasim e të tjerë. Kjo është tema që do të shërohet, por si fillim do të sfidohemi në lidhje me këto tematika, pra mund të kemi probleme me vëllezërit, me motrat tanë, mund të kemi probleme me shoqërinë e ngushtë, mund të kemi persona që ikin, largohen nga jeta jonë, ose persona që rikthehen. Në përgjithësi, pas kësaj do të kemi një stabilizim të dukshëm të këtij rrethi dhe rrethi të anës mund të prek më mirë të themi dhe anën ekonomike, por në përgjithësi do të jetë në vartësi të marrëveshjeve që bëjmë me të tjerë. Pra nuk është se diçka që bëjmë dot vetë për shenjën e Demit. Dhe në vartësi të kësaj do të kemi edhe një fuqizim të dukshëm tek rrethi i tyre social. Por si fillim, siç e thash, do të testohemi disi në këtë pikë në mënyrë që ne të jemi pak më të shëndetshëm. Në lidhje me shëndetin, shenja e Demit mund të jetë pak e sfiduar. Jemi në këto momente, duke qenë se Urani është rikthyer tek shenja e tyre. Kemi ndikime të fuqishme tek pjesa e fytit dhe shenja e Demit mund të preket pak më tepër këtu, sidomos ata që vuajnë nga tiroidet në këtë moment do të këshilloj që jenë më të vëmendshëm. Sepse Jupiteri ka efektin që zmadhon gjithçka dhe në këtë rast mund të zmadhojë edhe këtë sistem. Shenja e binjakëve, për shenjën e binjakëve ndikimi më të fuqishëm do ta ketë në të ardhurat materiale. Këtu si fillim mund të kemi vonesa ose mund të hasem me probleme, në përgjithësi për të gjetur një rrugë më efikase për të fituar para. Ka një vetë vlerësim të çuditshëm në këto momente shenja e binjakëve, duke qenë se kemi aksin e eklipseve, kemi tek shenja e peshqit dhe ajo e virgjeshës, janë dy shenjë të tjera të ndryshueshme. Ndikohet në mënyrë edhe pozitive dhe negative, prandaj edhe, siç e thash, vetë vlerësimi ka pak të çuditshëm, ndryshon nga dita në ditë. Por retrograda Jupiter do ta shërë pikërisht në këtë pikë, sepse do t'i tregoj se çfarë vlere ka në të vërtetë dhe çfarë duhet të kërkojë dhe çfarë duhet të pranojë nga ambienti që këtë më duhet të analizoj, po mund të sfidohet në fillim.
Am tek binjakët. I mbarova binjakët. Për shenjën e binjakëve, gjatë retrogradës së Jupiterit nuk do t'i këshilloja që të bënin harxime të shumta, sepse mund ta teprojnë, domethënë. Mund të nisen për shembull për të blerë një gjë dhe mund të mbarojnë duke blerë 1000. Jam pak të disbalancuar në këto pika. Por mund ta përdorim si gjithmonë retrogradat që të vrojtojmë. Prandaj dhe, nëse përdorim në këtë mënyrë, pas kësaj do të kemi një rritje kolosale të ardhurë më të re, sepse siç e thash, do ta dim vlerën gjithçka më mirë. Po. Ka filluar retrograda e Jupiterit normale, ka filluar që datën 11, domethënë, u bë një javë, kështu që normale. Po, si fillim kam edhe dy shenja, pastaj do kaloj tek Virgjëresha. Shenja e Gafores e thash në fillim që shenja më e prekur, është më e prekur nga të gjitha sepse Jupiteri po kalon është në retrograd, mirë të themi, tek shenja e tyre. Shenja e Gafores do të ndikojë në çdo aspekt, vërtet në çdo aspekt. Për femrat e Gafores mund të ndikojë në çështjet sentimentale, po më tepër në lidhje me lidhjet afatgjata, pra lidhje martesat, me zi mirë dhe fjala. Këtu do të kemi ndryshime të dukshme. Mund të kemi rikthime nga shkuarat të partnerëve të cilët kemi pasur një histori të rëndësishme, ose mund të kemi rikthimin e individëve të cilët mund të krijojnë një histori të tillë. Gjithsesi, gjatë kësaj periudhe, femrave të shenjës së Gafores do t'i këshilloj që të jenë vërtet shumë të vëmendshme dhe të kujdesshme se ka marrën jetën e tyre. Pse po e them këtë? Jupiteri ka edhe vetin që mund të nxjerrë përpara edhe individ të cilët janë pak adoleshent, pra që nuk janë të rritur, të pjekur mirë. Kjo vlen për meshkujt, domethënë, mund të jenë të këtij lloji karakteri, dhe duke qenë se Gafore ka edhe në përgjithësi si karakteristika saj kryesore që të bëhet nëna e dikujt. Në këtë rast, në vend që të rrisi fëmijët e saj, do të rrisi fëmijët e të tjerëve, gjë që nuk është shumë e këshillueshme, do t'i këshilloj që jemi të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm në personat që zgjedhim në jetën tonë. Në qoftë se bëjmë këtë, bile mundësisht marrim edhe mendimin e shoqërisë tonë, do ishte edhe më mirë. Në këtë rast, ata do të jenë gjykues më të mirë në lidhje me këtë temë. Kemi mundësi pastaj që të fokusojmë tek gjëra që mund të zhvillojmë, si për shembull të ardhurat materiale, mund të rritemi në vetë si njerëz, mund të krijojmë marrëdhënie, të socializohemi tepër, të krijojmë kontakte vërtet shumë pozitive në këtë momente. Ta shprehim veten tonë ashtu siç duhet dhe si rrjedhoj e kësaj të krijojmë edhe një ambient i cili është shumë më i shëndetshëm dhe i përshtatshëm për ne që të rritemi. Çështje familjare detyrimisht preken sepse shenja e Gafores detyrimisht familje. Këtu tematikat që deri në këtë moment ata i kanë bërë që të ndjen pak a shumë në siklet ose ndoshta nuk është ditur çfarë kanë bërë të tjerë, do të dalin përsëri në sipërfaqe. Se si vendosin do të përcaktojë edhe jetën që do të jetojmë më vonë. Do t'ju këshilloja që të vënë kufi të shëndetshëm me këdo që të jetë, domethënë, sepse në bazë të saj do të ndryshojë komplet jetën e tyre. Detyrimisht gjithmonë ashtu ndodh, por në këtë moment kemi fat për të zgjedhur atë çfarë është më e mirë për ne, prandaj do të këshilloj që ta përdorim. Krijimet të lidhjeve të reja do të kemi edhe gjatë retrogradës, do të kemi, por vërtet ju këshilloj të gjithëve që të jenë të kujdesshëm, më tepër femrat, po nuk është vetëm për femrat, ato do të ndikojnë më tepër nga rikthimi ose nga hyrja në jetën e tyre persona që nuk janë shumë të përshtatshëm ose të pjekur, por nuk do të thonë që meshkujt nuk do të ndikojnë, edhe ata do të ndikojnë në të njëjtën mënyrë, thjesht pak më pak. Shenja ujorit, në të vërtetë shenja ujore do të kenë ndikime sfiduese si fillim. Sfida do të jetë me botën e tyre të brendshme, nuk do di se ku do të qëndrojë, duke qenë se Jupiteri zmadhon shumë problemet që kanë ekzistuar deri në këtë moment në botën e tyre të brendshme. Mund të kenë her pas here persona, situata që sfidojnë shumë egon e tyre, si rrjedhë mund të ndjenjë një dhimbje në lidhje me këtë temë. Prandaj dhe shenja luanet vërtet që do të ndikohet, domethënë deri sa të mbarojë retrograda e Jupiterit. Pas kësaj normale që kemi mundësi që të fillojmë jetën shumë më të shëndetshëm, po deri në datën 12 mars të vitit 2026 do të këshilloj që të jemi shumë të vetëdijshëm. Nëse na del një problem përpara, nëse ndjejmë një lloj, le të themi, pasiguri apo frike brenda vetes, do të këshilloj që të ballafaqohemi me të, sepse kemi mundësi në këtë moment që të gjejmë zgjidhje dhe të shërohemi, por nëse anashkalojmë këto probleme do të zmadhohen edhe më tepër.
Dhe nuk është se do të mbarojmë aq, domethënë do t'i mbartim pothuajse gjatë gjithë jetës tonë, sepse Jupiteri do të rikthehen në të njëjtën zonë vetëm pas 12 viteve, nuk këshillohet, nuk e këshilloj që t'i mbartim të njëjtat probleme në kurrizin tonë 12 vite me radhë. Kemi mundësi që t'i zgjidhim. Gjatë asaj periudhe mund të përballen dhe me persona që nuk ja kanë shumë të mirë, persona pak toksik, domethënë, por të paktën në këtë rast do të kuptojnë se kush janë këta. Dhe do të kemë mundësi të nxjerrin nga jeta e tyre. Periudha e artë të shenjës së Luanit, në të vërtetë të filloi kur Jupiteri të kalojë tek shenja e tyre, do të jetë në datën 30 qershor të vitit 2026, por të paktën, këtë po e nënvizoj deri në 12 mars të vitit 2026, do t'i këshilloj që të jenë shumë të vetëdijshëm, të mos çdo gjë që der përpara, çdo problem që der përpara të ballafaqojnë, të ta zgjidhin, sepse pas kësaj mund të edhe ata vetë të jenë shumë më të shëndetshëm dhe më të zotit që t'i bëjnë ballë jetës së tyre dhe ta përdorin fatin kur të vitë, domethënë që është pjesa më e rëndësishme. Shenja e Virgjëreshës, atëherë shenja e Virgjëreshës në këto momente, që nga retrograd, që ku filloi retrograda e Jupiterit, tema kryesore është shoqëria, ballafaqimi me personat të cilët ja kanë apo se jo kanë të mirën, realizimi se cila është rruga që duhet të ndjekim për të realizuar ëndrat e tyre. Dhe nga ana tjetër mund të jenë edhe një fazë ku mund të kemi një ekstra socializim, gjë që i ndihmon, por në të njëjtën kohë dhe i lodh shumë. Do të kemi rikthime tematikave të shkuara, si rikthimi e shoqërisë nga e shkuara. Të gjitha këto në mënyrë që të ndryshojnë komplet relievin që ata kanë në jetën e tyre, kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe nga nyja e hënës, nyja jugore e hënës në këto momente, që e sjell të gjitha këto ndryshime ose të gjithë këta çfarë përmenda tani, po e sjell nëpërmjet krizave dhe detyrimisht në gjën shenjën e Virgjëreshës të lodhur dhe do të vazhdoj që ta lodhi, por do t'i këshilloja në këto momente shenjës së Virgjëreshës që t'i merrni punën një nga një dhe të bëni vetëm një punë. Domethënë ta mbaroni atë pastaj të filloni tjetrën, sepse nëse shpërndahen shumë, ka mundësi që të humbasin, jo të fitojnë. Retrograda e Jupiterit do t'i bëjë mirë, do të përfundime shumë e mirë. Nuk është aq e lodhshme për shkak se ç'ishte tek shenja e Luanit, thjesht do të ballafaqohem me situata të vështira me shoqërinë, por diçka që mund ta zgjidhen shumë lehtë. Dhe po ripërsisë nëse e marrin gjërat një nga një, edhe realizimin e ëndrave nëse e marrin një nga një, kanë shumë më të thjeshtë, domethënë, sepse në të vërtetë edhe retrograda e Jupiterit, pavarësisht se është në retrograd Jupiterit, domethënë, duke qenë se është shenja e Gaforës, shenja e Virgjëreshës sjell fat shumë të madh. Shumë të madh. Po në vizoj disa shumë të madh. Prandaj do i këshilloja që ta merrni çdo gjë me moderitet, shoqëri, ju fokusoni më tepër te kriteret personale, sepse kjo do t'ju sjellë të ardhurat materiale vërtet shumë të mira. Dhe kur të kaloj Jupiteri tek shenja e Luanit, për shenja e Virgjëreshës mund të bëni një periudhë pak më e lodhshme për sa i përket botës së tyre të brendshme. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që këtë moment ta shfrytëzojmë për të spastruar gjëra që nuk ja vlejnë, domethënë. Shenja e Peshorës, atëherë Peshorja ndikohet në mënyrë shumë të fuqishme tek karriera. Ka një ndikim vërtet shumë të madh, pozitiv apo negativ do thonë ju, varet shumë nga harta, por në përgjithësi deri në 12 mars të vitit 2026 do të ndikohet në mënyrë disi sfiduese. Këtu, sidomos për ata të cilët nuk janë të lumtur te karriera e tyre, ata që po bëjnë domethënë këto momente, do të sfidohen në mënyrë të dukshme. Do t'ju këshilloja që këtë periudhë vrojtimi ta përdorni për të vërtetuar nëse ju bën apo s'ju bën të lumtur karriera që keni zgjedhur. Për ata që janë tek shenja e Peshorës dhe janë femra, mund të thotë edhe martesë. Pothuajse më njerëzme. Ndërkohë që për ata që janë edhe për ata që janë meshkuj, mund të thotë martesë. Më tepër do të vihet re tek femrat, por edhe tek meshkujt mund të vihet re. Gjithsesi, do t'ju këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm për personat, në këtë rast po e them për meshkujt, të cilët nuk janë shumë të lumtur brenda martesës së tyre, ose që partneri ose bashkëshorti i tyre nuk është shumë e lumtur, sepse mund të thotë edhe divorc. Domethënë mund të vihet re për të dy gjinit, por themelore për përsërisë është femrat e Peshorës mund të martohen më tepër gjatë kësaj periudhe ose mund të gjejnë partnerin e jetës së tyre.
Ndërkohë që për meshkujt, edhe pse mund të kemi martesa detyrimisht, po e them në këtë mënyrë, është fati, domethënë për nga të dy anët peshore, është 51% mund të kenë përballim edhe me divorc. Në qoftë se rikthehemi temës, për shenjën e peshores, pavarësisht sfidave dhe në qoftë se vërejtojmë mirë në këtë situatë, kemi mundësi shumë të madhe për të rritur në karrierë. Është një fuqizim i dukshëm bile në këtë temë, sepse ju sjell fat Jupiterin. Ju hap rrugën, problemet që ndoshta kanë ekzistuar deri tani që s'dinë se si t'i zgjidhin, do ju dalin zgjidhje vetvetiu. Mund të marrë një ndihmë shumë të madhe nga sistemi për këtë arsye, por duhet jemi të vetëdijshëm. Ky është kushti vetëm që kemi në të vërtetë dhe të ndihmojmë edhe të tjerë. Pra, të bëhemi pjesë e kolektivit. Këtë është pak a shumë kushti për shenjën e peshores. Amen. Jemi vërtet shumë të lodhur, shpresoj që të dalin vetëm pozitive. Uroj të dalin vetëm pozitive. Unë i them që sesi dhe ato që të dini ku të merrni masë, apo uroj që të dalin vetëm pozitive. Shenja e akrepit. Përshëndetje Anelda. Atëherë, shenja e akrepit ndikohet në përgjithësi pozitivisht, domethënë pas retrogradës së Jupiterit do ndikohet shumë më pozitive, por në këto momente, duke qenë se është në ndryshime si për veten e tij, sepse ka shumë ndikime, ndikohet shumë nga Plutoni për shembull, që është i vendosur tek shenja e ujorit. Ndoshta nuk di se ku të qëndroj, është shumë ulje ngritje. Gjithsesi, gjatë retrogradës së Jupiterit do ta ndiejnë në mënyrë të dukshme tek temat që kanë të bëjnë me edukimin e lartë, me botë kuptimin që ata kanë, me fanatizëm, më bën fanatik në këto momente shenja e akrepit. Sidomos ata të cilët i rezistojnë ndryshimit, mund të bëjnë fanatik në mbrojtjen e atyre që kanë dhe pak më tepër tek materia. Edhe për ta mund të kemi një disbalancim të dukshëm në jetën e tyre. Ky disbalancim do të vijë në përgjegjësi në marrëdhëniet që kanë me kolegët e me njerëzit që kanë tek vendi i tyre punës. Në përgjithësi do të vijë si rreth fanatizmit që sa përmenda, por nuk është thjesht aq, domethënë. Gjithsesi, mund të kemi edhe vështirësi për të dalë jashtë shtetit, probleme me vizat, mosmarrveshje, kryengritje të kota me figurat që kanë para autoriteti e të tjerë. Këto janë tematikat që ka akrepi gjatë retrogradës së Jupiterit. Tematika negative, por në qoftë se e vërejtojmë, të gjitha këto detyrimisht nuk na prekin. Pra, na anashkalojnë. Thjesht kuptojmë që kjo është diçka që nga një problem që mund ta zgjidh, ose për shembull, në lidhje me edukimin, po jap në këtë si shembull. Përballemi me një problem, shikojmë një vend ku ne çalojmë, në vend që të fiksohemi që të provojmë që ajo që ne dimë është e mjaftueshme, mund ta zgjerojmë detyrit tona dhe kjo detyrimisht na ndihmon, domethënë, edhe që të jemi më të suksesshëm në karrierë. Sepse kur Jupiteri të kaloj në 30 qershor të vitit 2026 tek shenja e Luanit, do të ndikojë në mënyrë pozitive pas asaj shenja e Akrepit tek karriera e tyre, por si fillim tani duhet të punojmë në lidhje me këtë temë. Deri në datën 12 mars të vitit 2026 do të këshilloj të punojmë pikërisht me temën sa përmend, të trajnohemi sa më shumë, të zgjerojmë botë kuptimin tonë, të mos fiksohemi pas zërave, të mos bëjmë obsesiv pra. Dhe sidomos për të provuar vlerën tonë, edhe pse nuk ka rëndësi, nuk po na pyet njëri se e rëndësishme është, po thjesht po na thon rregulla, domethënë nuk kemi pse të dalim kundër rregullave, mjafton që të marrim edukime që na nevojiten dhe të zgjerojmë veten tonë. Është shumë e thjeshtë në të vërtetë. Pas retrogradës së Jupiterit, ajo çfarë do t'i lërë pas kësaj më të themi, do të jetë një individ i cili shumë më i gjerë. Një individ i cili ka shumë më tepër kapacitet, ka shumë më tepër nga ana sociale, është shumë më i aftë. Dhe si rrjedhoj, është një njerëz i cili mund të krijojë lidhje shumë më të shëndetshme dhe mbi të gjitha do të ketë një të ardhmë materiale vërtet shumë të mirë. Do të këshilloj shenjën e Akrepit që gjatë retrogradës së Jupiterit, normal që do të kontrolloni 700.000 herë dokumentat, por do të këshilloj të udhëtoni, domethënë sepse ju bën mirë për të zgjeruar diapazonin. Shenja e Shigjetarit. Okej. Shenja e Shigjetarit është drejtuar nga Jupiteri. Dhe Jupiteri ndihet mirë tek shenja e Gaforës, por është në retrograd, kështu që do ndikohet.
në mënyrë të dukshme, domethënë. Do të kemi një rritje një ulje, më të themi, në produktivitet, një ulje të dukshme në këto tema. Të gjitha marrëveshjet që kam bërë mund të kthehen mbrapsht. Do të kemi, mund t'ju bëhet padrejtësi gjatë kësaj periudhe në ndarjen e pronave dhe në lidhje me gjyqet. Nuk mund të them që jeni keq. Dua të them që të gjitha këto do të ndodhin në mënyrë që të jeni më mirë. Të gjitha marrëveshjet që keni bërë në këto momente do duhet t'i rishikoni, sepse mund t'ja kemi të keq personat që keni bërë marrëveshje, prandaj po rikthehen. Në të vërtetë është mbrojtje nga sistemi, edhe pse ne nuk e kuptojmë dhe na sfidon, të mund të analizoj, por në të vërtetë është për të mirën tonë. Shumë për të mirën tonë, domethënë. Prandaj edhe në vend që ta shikojmë si sfidë, duhet ta shikojmë si mundësi, oportunitet për ta përdorur në anën pozitive. Në lidhje me shëndetin do të ndikohet detyrimisht, domethënë kur planeti jon udhëheqës është në retrograd, gjithmonë ndikohet ajo shenjë, dhe duke qenë se shenja e Sagjitarit është drejtuar nga Jupiteri, do të ndikohet, kemi ulje të dukshme të energjisë, detyrimisht mund të kemi ulje të dukshme të imunitetit, zjarri i jetën, zjarri për jetën do të bjerë, domethënë kjo është arsyeja. Dhe mund të kemi probleme të rëndësishme me partnerët, lidhjet afatgjata mund të sfidohen në mënyrë të dukshme. Këshilla ime do të ishte për shenjën e Sagjitarit gjatë retrogradës së Jupiterit, që është dhe drejtuesi i tyre, që të fokusohen pak më tepër tek gjërat që kanë rëndësi. Pra, materia normale që ka rëndësi, po ka shumë rëndësi dhe ana shpirtërore. Domethënë gjërat negative, ekzistojnë, po duhet mësojmë që të shikojmë edhe anën pozitive të gjërave. Marrëdhëniet që kemi me kërkoj ndjes, kam marrë limiti i kohës. Marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin normale që janë të ndikuar dhe mund të jenë negativ, por në të vërtetë fal këtyre, nëse i komunikojmë hapur, mund të krijojmë lidhje shumë më të shëndetshme, të cilat do të rezistojnë kohës. Dhe pika që ka më tepër rëndësi, nëse bëhet padrejtësi në ndarjen e pronave, kjo mund t'ju nxjisë edhe më tepër për të krijuar diçka tuajën, që është edhe ana më pozitive, dhe ju bëni luftëtar për drejtësinë tuaj, kërkoni të drejtën tuaj, dhe nuk janë shkaloni gjërat të cilat është haku juaj. Pas mbarimit të kësaj retrograde, shenja e Sagjitarit është shenja që do të ndikohet në mënyrë shumë pozitive, vërtet shumë pozitive. Ndikimi më i madh pozitiv do të vinë të ardhurat materiale pas kësaj. Por si fillim duhet edhe ne të kemi, domethënë, të shprehim këto, të kërkojmë të drejtën tonë që të na jepet. Këtë duhet të mësojnë tani shenja e Sagjitarit. Duke qenë se mund të bëhen ndonjëherë shumë më me nefregi se çfarë duhet në lidhje me këto tema, do t'i këshilloja që hakun tuaj ta kërkoni. Po, shenja e Bricjapit, shenja e Bricjapit ndikohet shumë. Ndikohet shumë me shenjë kardinale. Jupiteri ndodhet përballë me ta, që do thotë ndikohen drejt për së drejti dhe vetë ata edhe marrëdhëniet në çift, sidomos ato sentimentale, martesat ndikohen në mënyrë të dukshme. Ndarje, bashkime, ribashkime, rindarje e të tjerë, por gjatë kësaj periudhe, në vend që të bëjmë gjithë këto manevra kaq të lodhshme, unë shenjës së Bricjapit personalisht do t'i këshilloj që të vërejtojmë mirë, të pyesim, të komunikojmë hapur me partnerin tonë, të marrim vesh se ku e kemi hallin edhe unë dhe ata, dhe në bazë të saj të veprojmë. Në qoftë se nuk bëjmë manevra aq të lodhshme vazhdimisht, edhe lidhja jonë detyrimisht nuk do ndikohet negativisht, sepse nuk do të amortizohet. Dhe kemi edhe mundësi që pas kësaj të krijojmë lidhje shumë më të shëndetshme. Ndikimi më të madh dhe më pozitiv që do ta ketë pas retrogradës së Jupiterit, është sepse do të jenë të sigurt tashmë tek këto lidhje. Domethënë, nëse në këto momente keni pikpyetje, pas retrogradës së Jupiterit, që do të mbaron në 12 mars 2026, nuk do të keni më asnjë pikpyetje në lidhje me partnerin tuaj, në kokën tuaj. Dhe si rrjedhoj edhe ju se ku qëndroni vetë si individ, do ta keni shumë më të thjeshtë. Kjo do të ndikojë në mënyrë të dukshme në moral, dhe mund të ndikohet edhe të ardhurat materiale, ndikohet edhe rritja në karrierë të tjerë. Kjo është temë shumë e rëndësishme, domethënë partneri që ne zgjidhim në jetë është gjë më e rëndësishme që bëjmë, prandaj edhe detyrimisht për këtë aspekt të jetës. Për shenjën e Bricjapit, për këtë arsye, do t'i këshilloja që qoftë lidhje e vjetër që po mundon të rikthehet, qoftë edhe ajo që kanë, të mundon të shikojnë vlerën e saj të vërtetë dhe se si mund ta rregullojnë ato në mënyrë më të shëndetshme.
Shenja ujorit, shenja ujore preket shumë të shëndeti, preket edhe të efikasiteti që ka në jetë, marrëdhënie që ka me kolegët e të tjerë, por si fillim do të qëndrohet te shëndeti, preket shumë, në përgjithësi preket në mënyrë negative, sepse është retrograd, s'mallon shumë më tepër problemet. Në vartësi të personit, pra në vartësi të hartës, ku i keni ju pjesët që janë më të dobta, që janë më të prekura, aty do të ndikojnë edhe më tepër, pra kush është indikuar tek zemra do ndikohet tek zemra, kush është indikuar tek sy do ndikohet tek sy, pak rëndësi ka domethënë. Në përgjithësi, personat që kanë imunitet të ulët do ta ndjejnë më tepër dhe personat të cilët kanë sistemin nervor kanë probleme degenerative tek sistemi tyre nervor do ta ndjejnë më tepër, çfarë do të thënë me këtë smundje si MS apo gjëra të tilla mund të dalin pak më tepër në skenë gjatë kësaj periudhe. Dhe fati mirë është që është periudhë vrojtimi, mund t'i vrojtojmë dhe të marrim masa, kjo është pjesa më e mirë. Do të kemi disa edhe hënë të reja dhe hënë të plota më vonë, të cilat do ndikojnë në mënyrë shumë pozitive të ta prekin shëndetin e shenjës ujorit, prandaj do të ketë mundësi që të marr masa, por tim realist do ndikohen shumë domethënë dhe është një periudhë e gjatë, është 4 mujorëshe, kështu që mund të bëhet shumë e lodhshme për ta. Mënyra se si mund të kalojmë më thjesht është detyrimisht kur nëse kemi simptoma të shkojmë te doktori, është domethënë urdhri i Zotit, por mënyra se si mund të shmangim problemet është të jemi shumë të përmbajtur një rutinë të shëndetshme, pra të bëjmë sport, të ham shëndetshëm. Këto pra, duhet të jemi shumë të vëmendshëm. Pas kësaj, shenja e ujorit do të jetë edhe në shëndet më të mirë, do të jetë shumë më tepër efikas në jetën e tyre, do të jetë më praktik. Marrëdhëniet që kam me kolegët e tyre gjatë kësaj periudhe do të jenë të sfiduar, por pas kësaj do të jenë shumë më pozitive, sepse do dinë ku që të qëndrojnë, do dinë vlerën e tyre më mirë, edhe vlerat e këtyre marrëdhënieve për me kolegët e tyre do të dinë më mirë. Prandaj dhe kemi mundësi që pas kësaj, siç e thash, janë më efikas, janë më të shëndetshëm dhe kemi mundësi që të rritemi. Edhe për ta mund të kemi rritje shumë të madhe nga ana ekonomike, por si fillim duhet të jemi ne vetë nga ana fizike të shëndetshëm. Për shenjën e ujorit, ata që kanë kafsh shtëpiake gjatë kësaj periudhe mund të preken nga kjo, si them, nga retrograda e Jupiterit mund të preken dhe ata shëndeti kafshë, po them, shtëpiake që keni. Karriera dhe dashuria nuk preken nga retrograda e Jupiterit, prandaj nuk po i them. Nuk ka lidhje domethënë. Dhe shenja e peshqve. Për shembull, shenja e peshqve do ndikohet drejt për së drejti ku te çështjet sentimentale. Retrograda e Jupiterit për shenjën e peshqve ndikon fiks te çështjet sentimentale, te kreativiteti i tyre, te fillimet e reja në përgjithësi. Në këto momente jam pak të destabilizuar, kemi shumë rikthime nga e shkuara, është retrograda e Mërkurit, është retrograda e Jupiterit, mund të kemi edhe rikthime të mendimeve, të ideologjive, të personave, të situatave të cilat mundojnë që të rikthehen ata në të shkuarën e tyre. Nuk është gjë e shëndetshme, por është të domosdoshme. Në këto momente shenja e peshqve ka shumë fat, vërtet fat, domethënë i hapen shumë rrugë, por duke qenë se i hapen shumë rrugë, ndoshta nuk di se cilën të zgjedh, dhe duke qenë se shenja e peshqve ka dhe karakteristikën shumë të rëndësishme që vetë sakrifikohet për gjithëkënd që ka rreth rrotull. Detyrimisht mund të humbasë edhe mundësi që ti përdorë këto oportunitete që dalin përpara. Në këto momente, duke qenë se kemi rikthime të mundësive nga e shkuara, unë personalisht do të këshilloj që t'i vërtetoni mirë. Sidomos ato që kanë të bëjnë me të ardhurat materiale dhe fillimet të reja, çfarë do lloj fillimi që të jetë ky, qoftë për çështje sentimentale, qoftë për biznes, qoftë edhe për zhvendosjen jashtë shtetit, nëse doni që të bëni me fëmijë, deri në fakt periudhë ndoshta kishte vendosur, kishte hequr dorë nga kjo, po jeni rikthyer si temë e të tjerë. Çfarë do lloj teme që të jenë në lidhje me rikthimet, do t'i këshilloj që t'i vërtetoni. Nuk do t'i këshilloj që t'i vërtetoni deri në fund të retrogradës Jupiterit, por të paktën deri në fund të retrogradës së Mërkurit do t'i këshilloj që është në datën 30 nëntor. Pas kësaj, dal nga dal, mund të hedhim hapat e parë për të filluar, për t'i provuar gjëra, për t'i testuar ujërat, domethënë. Në lidhje me çështje sentimentale, fillimet të reja do t'i këshilloja. Rikthime në të shkuarën nuk i këshilloj, sepse në përgjithësi do të jenë persona karmik.
persona karmik, çfarë do të them, është ripërsëritje e një cikli që ju nuk e keni te kaluar dot në të shkuarën, do t'ju këshilloj të rishikoni të si lidhje ku keni pasur problemet ju, ku ka pasur probleme personi përballë dhe t'i zgjidhni brenda vetes tuaj, mendjes tuaj, pa pasur nevojë që ta rijetoni dhe njëra të si lidhje, sepse mund të bëhen vërtet shumë të lodhshme. Ndërkohë që në qoftë se është rikthim për të krijuar një biznes të ri, kjo është diçka që do të këshilloj që ta merrni parasysh. Por i përsëris pas retrogradës së Mërkurit që është datën 30 nëntor. Pas asaj kemi mundësi që të bëjmë fillime të reja, edhe me personat nga e shkuara, edhe me ndimin e tyre, dhe janë vërtet shumë pozitive dhe rrisin në mënyrë të dukshme të ardhurat materiale, sepse siç e thash, një peshë në këto momente ka fat. Faleminderit dhe juve. Këto ishin ndikimet që kemi nga retrograda e Jupiterit. Por i përsëris, retrograda e Jupiterit filloi në datën 11 nëntor të vitit 2025 dhe do të vazhdojë deri në datën 12 mars të vitit 2026. Është një periudhë e gjatë, sapo kemi filluar, ju këshilloj që të marrni gjithë gjërat me qetësi. Ka shumë retrograda gjithmonë, domethënë. Tani njerëzit kanë filluar që domethënë t'ju duken shumë sepse janë shtuar shumë astrologët, po gjithmonë kështu ka qenë. Jo dhe aq, domethënë ka sfida, por siç e kam thënë gjithmonë që bashkë me sfidat vjen edhe zgjidhja, domethënë. Është periudhë vërtetimi, në qoftë se ne nuk reagojmë në mënyrë impulsive, nuk është negative, domethënë. Asnjë gjë nuk është negative në sistem. Thjesht na frenon, domethënë që të mos ecim me shpejtësi shumë të madhe dhe të dëmtojmë veten tonë. Retrograda në të vërtetë këtë efekt ka. Peshqit me luane, që më pyesin shumë shpesh, domethënë sa shkojnë apo s'shkojnë. Në teori, peshqit me luane, domethënë në teori po flasim, është e pamundur që të shkojnë. Në teori po flasim gjithmonë. Por zonja kishte 30 vjet martuar. Kështu që varet nga harta. Gjëra përmendesh nuk ka, në astrologji nuk ka asnjë gjë përmendesh. Në teori po, domethënë luani me shenjat e tjera të zjarrit shkon, edhe me shenjat e ajrit shkon. Por këto janë në teori, mund të mos shkojnë fare. Për shembull, mund të jenë dy shenja zjarrit e mos shkojnë fare me njëri tjetër, mund të jenë dy shenja ujë mos shkojnë fare me tjetrin, por në teori shkojnë. Shenjat se sa shkojnë dhe se shkojnë me njëri tjetrën janë thjesht teorike. Shkon apo s'shkon njeriu me njëri tjetrin, kjo ka më tepër rëndësi, fokusohuni te kjo. Domethënë, sepse kushtëzimet të tilla ju dëmtojnë, na dëmtojnë. Okej. Natën.